670 aplikues në total kanë shprehur interes për të përfshirë në paketin e maleve në territorin e Bashkisë Shkodër, një proces që synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Shifrat janë bërë publike nga drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit të territorit në Bashkinë Shkodër, Mikel Kopsaj. Sipas të dhënave të publikuara, zonat që kanë regjistruar numrin të lartë të aplikimeve janë Theth, Ndërlysaj me 274 aplikime dhe Ragam Sheldi me 51 aplikime. Në vijim Bashkia Shkodër ka hapur thirrjen publike për aplikues të interesuar, të cilët duhet dorëzojnë dokumentacionin përkatës përmes portalit Jellbenja me qëllim nisjen e procedurës së njohjes si posëdues jo pronar. Për sa i përket paketin e maleve në Bashkinë Shkodër ka një interes të lartë në aplikime, janë afërsisht 670 aplikues për paketin e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër, janë miratuar me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku janë konkretisht janë Theth, Ndërlysa 274 aplikues dhe Ragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrik. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketin e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet i Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq, do të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë. Sipas Bashkisë Shkodër, paketa maleve do të krijojë mundësi konkrete për investime, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcimin e qëndrueshmërisë së zonave prioritare.